Përshëndetje. Ka një moment i cili përsëritet në shumë familje. Fëmijët rriten, dalin në jetë, krijojnë botën e tyre, dhe pa pritmës, shtëpia që për vite të tërë ishte mbushur me zhurma, qeshje, grindje, aroma ushqimesh dhe rrëmuj, rrobat e hedhura aty këtu, atlete këpucë në korridor, pa pritur, mbetet bosh. Dera e dhomës që dikur hapej e mbyllej çdo 5 minuta, qëndron gjysmë e hapur tani. Tavolina e ngrënies është më e qetë se kur. Ky realitet psikologjik, ky realitet njihet në psikologji si sindroma e foles bosh. Dhe nuk është thjesht një metaforë poetike, është një fenomen emocional psikologjik i dokumentuar. E para, shoku i parë emocional. Largimi i fëmijëve krijon një lloj tronditjeje. Shumë prindër e përjetojnë si humbje, pothuajse si zi, për dikë që nuk është më aty, dhe pse e din që fëmijët janë gjallë e shëndosh. Kjo ndodh sepse roli prindëror, sidomos për ata që kanë investuar gjithçka tek fëmijët, është identiteti kryesor. Kur ky rol zbehet, lind boshllëku. Ky boshllëk nuk është vetëm fizik, më pak zhurmë edhe lëvizje në shtëpi, por është identitar. Kush jam unë që nuk më duhet të kujdesem çdo ditë për ta? Psikologjikisht kjo quhet kriza e rolit. Kur një rol mbaron, por nuk është zëvendësuar ende me një tjetër, mendja përjeton si zbrasti dhe humbje kontrolli. Shpesh faqen ndjenja e kotësisë, depresion i lehtë ose ankth. E dyta, kontrasti midis lirisë dhe humbjes. Interesante është që kjo periudhë mund të ketë dy skaje emocionale. Disa prindër ndihen të lirë, të tjerë të humbur. Pse? Sepse për disa largimi i fëmijëve është mundësia për të kthyer tek vetja, tek pasionet e harruara, tek miq, tek partneri. Për të tjerët fëmijët kanë qenë boshti kryesor i ekzistencës. Nëse nuk ekziston një jetë përtej prindërimit, boshllëku bëhet një gropse zezë emocionale. Në psikologji kjo shpjegohet me konceptin e over-identifikimit, kur individi identifikohet aq shumë me një rol sa humbet fleksibilitetin për të përshtatur me ndryshimet. E treta, ndikimi tek marrëdhëniet në çift. Shumë çifte qëndrojnë në një lloj mënyre funksionimi për vite me radhë, me rritjen e fëmijëve. Bisedat, buxheti, oraret, pushimet, të gjitha të rrotullohen mes tyre. Kur fëmia largohet, befas çifti mbetet përballë njëri tjetrit pa filtra. Shpesh dalin në sipërfaqe konflikte të vjetra, mungesë intimiteti, apo ndjesi që nuk kemi asgjë të përbashkët ne të dy. Por kjo është edhe mundësia. Nëse përballet me vedije, kjo fazë mund të jetë ringjallje e lidhjes. Ne psikologët sugjerojmë që çiftet të planifikojnë projekte të reja të jetës, të eksplorojnë interesa të përbashkëta dhe të krijojnë rituale të reja pa fëmijët. Sigurisht nëse ata gëzojnë shëndet të plotë dhe nuk kanë probleme të tjera. E katërta, çfarë ndodh me trurin dhe emocionet? Truri ynë funksionon me zakone dhe parashikueshmëri. Kur për vite një prind zgjohet në një orar të caktuar për të përgatitur fëmijët, ose pret në darkë, ai model neurologjik gëdhëndet në tru. Kur rutina zhduket, truri përjeton një gjendje tërheqje të ngjashme me tërheqje nga një zakon i fortë. Kortizoli mund të rritet, pra hormoni i stresit. Serotonina mund të ulet, ajo ndjesia e kënaqësisë. Kjo shpjegon pse prindrit ndihen të çorientuar dhe me humor të ulët. E pesta është mekanizmat e përballimit. Ka disa mënyra të bazuara në psikologji që prindrit mund t'i përdorin për të zbutur ndikimin e kësaj periudhe. Rikrijimi i identitetit personal. Të mendosh kush isha unë para fëmijëve dhe kush mund të jem tani. Pasionet e vjetra, hobet, karriera, studimet, shoqërit, të gjitha mund të kthehen si burim kuptimi. Mbajtja e lidhjes, por me kufi. Është e shëndetshme të mbash kontakt me fëmijët, por jo ti telefonosh çdo orë. Kjo ndihmon ata të rriten dhe juve të përshtateni, të folurit për ndjenjat,
komunikimi me partnerin, me miqt, madje edhe me profesionistë të shëndetit mendor, ndihmon në normalizimin e situatës. Zhvillimi i ritualeve të reja, darka për dy veta, udhëtime, kurse të reja që mund të bëjnë, madje ka nevojë për struktura të reja për të mos ndjerë zbashti. E gjashta, perspektiva e fëmijëve. Dhe pse shpesh flasim për prindrit, ky proces prek edhe fëmijët. Disa ndjen fajtor që i lanë vetëm prindrit, të tjerë ndjen të lirë, por edhe të pasigurt. Familjet që kanë ndërtuar marrëdhënien mbi autonominë dhe komunikimin e hapur e kanë më të lehtë. Ato që kanë qenë më shumë të varura emocionalisht, krijojnë më shumë tension kur ndarja ndodh. E shtata, transformimi i dhimbjes në rritje. Psikologët pozitiv sugjerojnë që kjo periudhë mund të shihet si faza e dytë e jetës. Në vend që të shihet si fund, mund të shihet si hapësirë për transformim. Për shembull, të zhvillosh projekte vullnetare ose sociale, të kthehesh në mentor për të rinj, në mësues për të rinj, të ndjekësh dëshirat e vjetra profesionale ose artistike, të mësosh një vegël muzikore. E tjeta është boshllëku i mos adresimit të boshllëkut. Nëse boshllëku nuk adresohet, ai mund të kthehet në depresion klinik, ankth, abuzim me substanca, alkool, ilaçe, izolim shoqëror ose konflikte martësore. Ky është momenti kur ndërhyrja profesionale, psikoterapi, ato grupet terapeutike, këshillimi martësor është thelbësor. Shumë njerëz ndihen në faj se duhet isha i lumtur që fëmia im u rrit dhe u largua, por në fakt është normale të ndihesh i trishtuar. E nënda do thosha që duhet përdorur dhe humori dhe pak ironi për të qetësuar situatën. Dhe humori mund të jetë mjet terapie. Shumë prindër thonë, më në fund frigoriferi mbeti plot. Ose më në fund mund të shohim filmin pa ndërprerje, pa na ndruar njëri kanalin. Këto shaka nuk janë shenja cinizmi, janë mënyra për të integruar ndryshimin emocional. Humori shërben si mekanizëm vetërregullues dhe si ventilim i ndjenjave të përzjera. E dhjeta, këshilla praktike psikologjike. Vendosni qëllime të reja personale çdo vit. Mendoni për këtë periudhë si universitetin tuaj të dytë. Investoni në shëndetin fizik, aktivitet fizik, ul stresin, rrit serotoninën dhe përmirëson gjumin. Krijoni rrjete sociale reale me njerëz, me takime, në klube, në aktivitete, promovime librash, filma. Izolimi e përkeqëson boshllëkun. Reflektoni mbi rolin prindëror. Nuk keni pushuar se qeni prindër, thjesht roli ka ndryshuar. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë profesionale. Një psikolog mund t'ju ndihmojë ta kaloni këtë tranzicion me më pak dhimbje. Në psikologji ekziston koncepti i zhvillimit të jetës. Zhvillimi përgjatë gjithë jetës. Çdo fazë ka sfidat dhe mundësitë e veta. Ashtu si adoleshenca është krizë identiteti për fëmijët, sindroma e folës bosh është krizë identiteti për prindrit. Nëse kuptohet ky proces natyror, stresi bie. Nuk është diçka që po shkon keq, por një kapitull i ri që po hapet. Dhe si përfundim, nga boshllëku tek rikrijimi. Psikologjia e shtëpisë bosh nuk ka të bëjë vetëm me fëmijët që ikin. Ka të bëjë me mënyrën se si ne, si të rritur, përballemi me ndryshimin, me tranzicionet, me humbjen dhe me rigjetjen e vetes. Në vend që të shihet si dënim, mund të shihet si mundësi për të rifituar hapësirë, kohë dhe energji për vetveten dhe marrëdhëniet. Në fund të fundit, kjo është një periudhë ku mund të ndodhë diçka e bukur, të rigjeni një version më të pjekur, më të lirë, më autentik për veten, ndërsa fëmijët tuaj vazhdojnë jetën e tyre, gjë që në thelb ka qenë gjithmonë edhe qëllimi i prindit, qëllimi juaj. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni ndonjë koment, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Ne dhe në videon tjetër, miru takofshi.